Përshëndetje miq dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit të parë shqiptar për sa i përket trading, podcastit I'm Possible. Po ashtu, edhe ky episod do të jetë si solo podcast, por arsye se do të flasim për sponsorin tonë general të këtij podcasti, që është Prop Firma Fundedex, edhe po ashtu do të flasim për Prop Firmat në përgjithësi për t'ju dhënë më shumë informacione, për arsye se kjo është një prej rregullave që më shumti keni dashur. Pa humbur shumë kohë, tani do të shihni një pjesë të ekranit tim dhe do spjegojmë më shumë për Prop Firmat edhe po ashtu për Prop Firmën Fundedex. Këto që po mundeni me pa, vetëm hyni në Google fundedex.com dhe ju del ky vet site që po e shihni këtu. Që mundeni me pa Fundedex në anën e sipërme, në anën e majt, këtu e kemi about, pyetjet, login edhe get funded që ju dërgon momentalisht me një herë deri tek pjesët e challenge-av që ju doni me apliku për mi marrë se diçka. Në Trustpilot, do më thonë mundi me pa këtu që kemi 4.5 rating, që do më thonë është një përgjigje shumë e mirë, total funding për mi 42 milion, do më thonë kemi traderat që janë kështu, ndërsa average win payout është diçka është dikon rreth $5,000. Këtu mundit me pa sloganin tonë që do thotë we create traders every single day, do më thonë ne krijojmë traderat çdo ditë, për arsye se i financojmë. Dhe më poshtë shikojmë për industrinë leading technology, do me thonë momentalisht jemi në rritje, numër 1 rritje në industrinë e Prop Firmave, kemi një teknologji shumë të madhe edhe të përsosur, kemi një 24 orë payout garanti, si gjithmonë është kjo që e dini, do me thonë në moment që ju e bëni request payoutin, ka shumë shans që brenda 24 orëve është e garantuar, do me thonë që brenda 24 orëve ju vetë se paguni, edhe operojmë në 195 shtete, do më thonë global reach. Përveç saj, shkojmë pak këtu më poshtë, këtu thot traders who took the leap and won big. Të iderat që kanë hecë të para. Kush është ky i pari këtu? So, AJ, this is for you and for Fundedex, one of the best brokers in the world. Këtë jo mëne, këtu është trading pool, AJ, që? Edhe unë mëne ku këshnell e qëtu? Që kjo është? Se penali pak për mjë kalzu, payouti, maj shpejt, live, që ka ndodhë në herë, është që kjo, bile se di halop se s'ma ka brukit World Guinness Recorder, mena 10 sekonda po bot krejt. Që unë e këto natë kohë, do me thonë këmë konë të e bo një payout, vitin e kalum, fillim të vitit kalum, që 17 prill 2024. Dhe që edhe ashtë këtë më sheni, sukses. Now it's up to me to actually approve that on the Fundedex admin portal, and then he'll Oh, get the his demo? USDT. See in a second when I flip my screen around that we can go and do that. And you can see also Lauren, great guy here, great trade. Great guy, great trader, e tona të zezat. Këtu e kemi edhe Markon, se thash na. Më kam mësuar me makro dhe kohës. Këtu e kemi Markon, është pashtu antar i ekipit Impossible edhe ka top payoutin e komplet Fundedexit me shumën që ju veç se po e shihni. Pa ju marrë këtu shumë kohë, këtu janë vetë si testimonials. Këtu i kemi disa lloje të payoutave, do të thonë që i reklamojnë për arsye që vazhdojnë, do të thonë për me bëhe qyshe tek, ku tam shefit. Dhe këtu i kemi planet për tregtim. Do më thonë e kemi 25k account, vazhdojmë për matë voljes, kemi 5k account, 10k, do më thonë 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 edhe 200.000. Është akonti maj madh, do më thonë aktual që e kemi dhe posedojmë. Nëse nuk gaboj, janë 6 lloje të akontve që i ofrojmë. Këtu e kemi me phase 1, phase 2 edhe normal fundet që do t'i shpjegoj tani. Këtu, që shpëmuni me po, e kemi momentalisht një 30% zbritje që keni me po ma vonë moment që shku një kodin X30, atër gjdo akont që do një me morë bjen 30% zbritje. Unë dërimi të tregtu Forex-in, kryptot, indices, commodities, metalet, gjithë shka tjetër. Design të gjivje po, këto këtë faqe keni me po tani edhe pak. Që shtash në Trustpilot i kemi review se sa në krejt. Access është i me njëhershëm, tregtimi, dashboard, gjithë shka, do më thonë, duket mirë, ngjyrat janë të mira, supportin e keni 24/7, e di që ka njerë vonohet, po besoni që është për shkak të volumit të madh të njerëzve, edhe
që blejnë akonta që lypin pejota ose diçka, do më thonë veçën e shumë prapa vi këto. Edhe do më thonë këtu janë disa prej faqës në fillim të fundedex.com. Çka po du më ju tregu tjetër është kjo. Pyetjet e juja që shumë shpesh zakonisht i bani. Do më thonë frequently asked questions që moni mi po këtu janë dikun 23 e ma shumë, 26 për shembull, gjopë tyja, a jep një refund jap mi mas pejautit tret, ka qenë fillim të parin, tana u bo tretin, çfa janë targetet, do më thonë nëse e merrni vesh një akont phase 1, e ki 10%, nëse e merrni me dy faza, e ki njënën 8%, njënën 5%, çfar metoda janë pejautit, na ofrojmë bank transfer, funded to funded traders, do më thonë edhe po ashtu në përmes kryptove, a mund është me përdor copy trader, shumë pyetje që jo na bani një, por do më thonë shumë shpesh edhe gjithë janë këtu, që mundi me hi edhe mi po. Përveç kësaj, e kemi këtu kur dojmë me ble akont, edhe në platformën 5 e keni të kjo faqe, fundedex.com, e keni platformën 5, e keni Trade Locker edhe keni C-Trader. Vazhdoj te faqja tjetër që është këtu, që shpo mundeni me e po, është faqja tjetër e profilmës Fundedex që është bërë prej Trade Lockerit. Shpo mundi me po dhe këtu, Fundedex lartë, një challenge kur do në me blejt, challenge accounts, funded accounts, të t'i qetë edhe payoutat, po këto e lojnë për në herë tjetër, ose kompeticionet, platformat që tregtohet, affiliates, leaderboard mundet me pa kush qyshe tek, billing history, my profile, live supporting, emrin e ju, logout, gjithë shka tjetër. Shkojmë tek challenge-a, do më thonë, e kemi phase 1 edhe phase 2. Në challenge-at phase 1, e keni target profitin në 10%. E keni 4% me hup në dite, daily loss, ndërsa total humbja është 7%. Moment që max daily drawdown, do me thonë, kur e bën një 7%, po fulmi për akonta me phase 1, atëherë akonti veç se bëhet breached, djegët, qysh do një qune. Minimum trading days jam 5 dit. Minimum trading days jam duesh brenda, jo brenda 5 dite, po në gjatë kohës që tregton 5 ditë ndryshme dush me pas një tregtim për me kalu qëtë profitarjet. A do me thonë ti me një tregtim këto sikur me tregtu gjithë, jo. Për shembull trading days më nëshmi bo 0.10 lot veç sa me tuzin, do më thonë që tanën ke tregtu. Kur kry 24 orë vjen e martja, apet nëse nuk jetë të dosht me bo trade, do më thonë, po veç sa për me bo qëtë regullën e minimum trading days, apet dhe bo një trade 0.10 e mo një minutë dhe e mbyll, do më thonë nuk qënë pesh ku gjo. Në moment që tregton 5 dit të ndryshme, që kjo, do më thonë, një loj targeti është kjo për me dalë fondet, kjo regull me në ren bohët në rregull, do më thonë, bëhet e caktume, bëhet e sakt, po kjo është një diçka që në moment që ju veç se trektoni, do më thonë, gjdo ditë ose gjdo javë, e kryni shumë letë. Iq pa u fokusu në këto. Leverage e keni 1.30, trade on weekends, no, se mund është me bo add-ons ose diçka, edhe refund normal që e përmenëm ma herët për mas payouti trade. Me fazë dytë janë do dallime. Edhe po ashtu me fazë parë harrova me çek që është consistency rule, do më thonë 60%. I bjen që brenda një dite çdo akont që ki ma shumë se 6% s'mund mi fitu. Për shembull nëse do të me kalu challenge-in me një trade, ti nuk mundesh me bë ato kur e ki me phase 1. Ndërsa me phase 2, vesh në atë rregullën 5 minuta përpara, 5 minuta për mas, mundet me bë. Për ndryshe, shkojmë te fazat e dytë, rregulla. Target profiti. I fazës parë është 8%, i fazës dytë është 5%, çdo lloj akonti që e keni. Daily drawdown, do të thonë daily loss maksimum e keni 5%. Ndërsa maksimumin e akontit që mundi me hub është 10%. Moment që arrihet 10%, atëherë akonti po ashtu bëhet breached. Challenge duration nuk e keni me limit, se ka profilmat që ta bojnë për shembull brenda 30 ditë dush me kalu një fazë. Kjo është shumë tjep ma shumë presion, po na nuk e kemi ato. Leverage 1.50, 1.50, si në live account 1.50. Trade on weekends, profit share, do më thonë këto mundin me bo si add-ons që ja u kalzoj tash, edhe normalisht refunding. Qka po du me ju tregu tash? Këtu e kemi pjesën select add-ons, do më thonë extra. Higher profit share edhe trade on weekends. Higher profit share është deri 100%, gjdo profit që e bani e merni. Do më thonë, rrollë që kanë e farë profil ma s'ka heqa, ose edhe nëse kanë jam pak kështu, ta bojnë këto knena, a knena një hidden rule edhe. Për ndryshe,
e kemi edhe trade on weekends, do më thonë shtunën edhe dealën, mund është milion tregtimet, ose me tregtu Bitcoin ose Xisene, varet çfarë lloj tregderi jeni. Tash, çfarë bezon me marrë një 200.000 akont, nëse e përdorni kodin apshe, X30, apply, qare, pay, do më thonë sa për pjenë, $989, e keni 692. Nëse doni tana me bo higher profit share, ju rritet çmimi. She? Po ashtu, nëse doni trade on weekends, ju rritet çmimi, që i bjen që me këto dyja, e merrni çmimin sikur më pak se sa që është normal, me zbritjen X30. Po në fundit ju e vendosni këto. Por firmat janë firmat të cilat i financojnë traderët që janë të suksesshëm. Fillimisht i aplikon për një shumë, edhe kjo shumë, nëse je suksesshëm, ma vonë të kthehet. Do të thonë, kështu nuk hub kur gjë, sidomos ata që janë suksesshëm. Tash, por firmat që tash janë ato firmat që i financojnë tregtarët që janë suksesshëm edhe përmes një aplikimi t'i japin 2 teste, 2 faza, 2 challenge në atë aspektin, thuni çysh doni. Të parën edhe dytën që i shpjegoj. Në moment që i kaloni, më kam pyet dikush pse jam fundet, pse po ma çet demo prap. Këto janë akonte stimulume, moni me po të rregulla, janë akonte virtuale. Për atë arsye, edhe nëse je fundet, pra ta çet demo. A din se den e kush komenton, po qish më ne tin demo, po, a për din, po nejse. A kur je kështu, do me thonë, kur që i merresh me këta pak prapa e Xisene, aty shkruan ndryshe. Po nejse, ajo punë s'ka lidhje. Edhe mas ne i del në funded account. Do me thonë, jo live, është prap se prap demo, pra arsye se financat janë virtuale, stimulume, po prap se prap je funded, do me thonë. Çdo profit që e bën çat account, e merr, ti vorat a ki 80-20, a ki 100%, apo diçka tjetër. Po më pyesin shumë edhe, a me fillu me brokera kështu? Këto lypët një qik pak ma e fort. Po, për fillim, do me thonë, me këshyr, para mene, është, unë e për veti, opinioni jem është që shumë ma shumë, edhe ma shpejt më mi marrë kont me prop firmë në fillim, kur e ki një sistem tonë, e ki do me thonë një diçka, se sa me brokera ose diçka, i depoziton, që e pezojnë, që e pe mormi shumë shpejt një shembull, 100.000 akonti me X30 është $370. $370 e bëntin, do me thonë, aplikimin, e merë akontin, kryet gjithë shka, bësh fundet, moment që i kalën fazat, bësh fundet 1% që ti akontit e ki $1.000. A mi fut që to, $370 euro me një broker live account, 1% e ki €3.70. Para më në dallimin. E njëjta shumë. 1% atje e ki sa 3 fishi komplet akontit që e ki në live account. Do më thonë, kjo është logjike. Po, prap se prap, ju zgjidhni cilën doni, zgjidhni ndesh brokerin, live account, kështu, ndesh prop firma, ndesh zgjidhni Fundedexin, ndesh ju e dini kështu. Po, për Kosovë, do më thonë, për shkak që na jemi pjesë e soja, deri sot e keni pas garantuar që edhe Kosova, Shqipëria këto munden me tregtu, edhe ka dalë që ashtu, payout ta kanë marrë shumë shqiptar, më shkruajnë për det, ndodh që kanë pas një problem teknik që ndodh te ketë, e kemi rregulluar gjithçka, rregullat janë rregulla, doni mi ndjek, por ndryshe besoj që kaq është për episodin e sotëm. Nëse keni ndonjë pyetje ose diçka, normalisht vazhdoni edhe në komente. Kjo është një lloj përmbledhje që doshta më bë. Faleminderit shumë, edhe episodin tjetër shihemi bashkë me ekipën tem që po na shihni si në live, sikur në për TikTok, sikur në për rrjete sociale si gjithmonë. Shihemi edhe kalushi sa më mirë. Shihemi në episodin e radhës bashkë me gjithë anëtarët e tjerë. Faleminderit shumë dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok sidomos për përditshmëri, edhe Instagram për pasqyrim çdo tregtimi që e bëjmë nëpër story, edhe po ashtu në kanalin tonë në YouTube, mundësisht na bëni subscribe, që doni, ju e dini. Faleminderit shumë edhe kaloni sa më mirë. Faleminderit, ciao ciao.